nuk është vetëm qedhi i banum prej engjëve. Dhe engjët nuk janë vetëm lumnit parisin. Edhe toka është e mushën plot e përplot me ta. Zoti na ka dërguar shumë prej tyne. Engjëjt ecin për çdo ditë edhe në tokë me këmbët e tyne në rrugicat tona, jetojnë familjet tona, janë pjesë e historive të familjeve tona, histori engjëjsh, ke sa dush, anin sa dush, e një këtë bindje nuk ma hek kërkush, bile ma ka shtu mas tepërmi një nanë, e cila një ditë më ka tregu historinë e vajzës së saj. Niki Mroshaj, një vajzë 7 vjeçe, e lindon në 2017 në Itali, vajza Efran dhe Ela Mroshaj. Në 2023 jeta e fëmijës edhe familjes me një kthes tjetër. Fëmia diagnostikohet me një smundje tumorit në kry, smundje e pashërueshme, e pauperueshme. Por po të mos kishin pas fe prind, një fe që e kanë marrë prej fesë së vajzë, gjithçka do të kishte kanë një mallkim, një dënim, një sprove madhe dhe e tmerrshme, por feja në Krishtin i ka pështu, i ka dhënë një shpresë tjetër. Ky fëmijë ka qenë i veçantë sepse ka qenë e mushur plot me fe. Një kjo fe ka buru prej marrëdhënies së ngushtë me Zojen e bekume, një lidhje të jashtëzakonshme me te. Përveç kësaj, edhe me leximin e Biblës së shkrimit shajt, me praninë e meshën shajte. E for momentit kur ka qenë smuri ka thënë mams, unë lutem për gjithë fëmijët që të bahen të mirë, por lutem që Zoti na i falin mëkatet tona, na lirojnë prej mëkateve tona. Mam, unë kam le për me jetu, nuk kam le për me vdek, kam le për me jetu. Vdekja nuk është asgjë gjë. Unë kam le për me jetu në Krishtin, me Krishtin dhe për Krishtin. A imagjinoni një fëmijë 7 vjeç me i thonë këto fjalë, të pamësume prej kuj, por të besume në shpresë, në zemër. Ka kalu sprovat mëllana, por i ka kalu me bosqeshe, është mënu me batë mirë, me julan kujtimet bukra njerëzë, dhuratat bukra, jashtëzakonshme. Me ba mirë për ta, e shumë gjana tjera. Po një fëmijë 7 vjeç është e mujtun, edhe ka kene mujtun, dhe ka batë mujtun dashnin e Zotit në çdo gjë. Bumeni ju nanën e saj, të ba dëshmi, çuditeni. Në vend që me kjo për humbjen e fëmisë, ajo dëfton me gzim se çfarë fëmijët ka pas, çfarë vajzat ka pas, çfarë besimit ka pas ai fëmijë në Krishtin, çfarë lidhjet ka pas me Krishtin, edhe çfarë shpreset ka pas te te. Prandaj le ta jetojmë në këtë moment, sepse sot është dita e largimit të saj për kësaj bote. Me datën 8 janar 2025 ka ndru jetë, ka ndru jetë, ka shku me jetu në tjetën me Krishtin, një atë Krisht që e ka dasht. E një kjo foto dëfton vizatimin e fundit që ju ka bo. Kryqin, Zoti Jezus me zemra. Në fundin e jetës, metet vetëm Krishti. Fundin e jetës toksore, sepse Krishti të ban me vazhdu jetën me te, jetën e lavdishme me te. Uroj që këj fëmijë një ditë tjetë në elterin e shajt, e shpallun shejt nesh prej kishet, në mënyrë që t'i lutë në mesisë së saj, që t'i flasin zemër se Krishti që e ka dashur plotësisht, sepse një fe e fëmijëve na dëfton që jena bijtë e Zotit, e dashnia e birit të Zotit që ka pas për ne, vetëm lavdi na ka dhënë dhe vetëm shpresë na ka dhënë. Faleminderit Zotit që Niki ka ekzistu. Faleminderit Zotit që e ka prun këtë jetë. Për aq vite nuk ka rëndësi, por që ka kthy shumë zemra. Më kanë dëshmuar njerëz tjerë të më thanë që ajo ka kthy shumë zemra. Shumë njerëz kanë shku në mesh, fal fesë që ajo ka transmetu, fal gëzimi që ajo ka transmetu, e shumë gjëra tjera. Zoti i vepron me njerëz të vegjël. Ato e përmes tyne ban vepra të mëllana, të pashlyeshme, paharrueshme. Niki ka me gjithmonë e paharrueshme, se dashnia për Krishtin ka qenë e përjetshme.